Nard, tani çfarë ka ndodhur 2021-2026? Është goditja e grupit të Arubës. Ky është procedimi penal. Përse ka gjatë? Sepse gjatë këtyre viteve duhet thënë që një pjesë e këtyre personave që kanë qenë dhe biznesmen ka marrë edhe leje të ndryshme ndërtimi, duke qenë se SPAK mund të ketë pasur dokumenta për duar, ndërkohë që ne kemi ata agjencinë e inteligjencës financiare, përse nuk kanë bërë ndonjë ndërhyrje për të thënë që shikose, dyshojmë që mund të jenë përfshirë në aktivitet kriminal, të pezullohen njëherë përkohësisht, mos marrin. Çfarë ka ndodhur? Si e shikon këtë histori ti? I bëre shumë çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, vëlla shumë le të themi pikë pyetje në lidhje me këtë gjë, po unë do bëj një gjë më të thjeshtë akoma se sa kjo. Thjeshtoje. Zoti Artur Sheu e ka fituar pronësinë në lidhje me një pjesë madhe të Zvërnecit, rreth 150 hektar, që ka përfituar zoti Artur Sheu, në bazë të një prove, regjistri i tajimit, më duket se ta kam thënë herën e kaluar, faqja numër 47, të cilën e ka marrë nga të vitit 1318, të cilën e ka përkthyer nga Osmanishtja dhe pastaj e ka për depozituar si provë, domethënë duke konsideruar që ishbeu i Kaninës, Sheh Seit Kanina, kishte një sipërfaqe shumë madhe pronë në Zvërnec. Ky vendim, në dijenin time, mos gabofsha, është dhënë provë dhe edhe në apelin e Vlorës nga Alauddin Malaj, gjyqtari që sot nuk është më pjesë e sistemit të drejtësisë. Pse e them këtë? Sepse dhe vetë Alauddin Malaj Andi ka përfituar rreth 25 hektar tokë në mënyrë shumë me pikpyetje, me mënyrë se si ka përfituar pronën aty në atë vend. Tani unë pa mendsoj këtu, jo se kam frikë nga Alauddin Malaj, por përderisa nuk kam një provë për t'ia thënë qartasi, këtë që sa po them. Pra kështu është. Çështja ka shkuar në gjykatën e lartë dhe pasi gjykata e lartë e ka konsideruar këtë provën, e ka konsideruar të falsifikuar. Tani pyetja ime është, ku në momenti ku gjykata e lartë e ka konsideruar të falsifikuar, si është e mundur që hipoteka e Vlorës e ka vazhduar regjistrimin e pronës në Zvërnec për Artur Sheu? Pse një vendim i gjykatës së lartë nuk ka gjetur ekzekutim në hipotekën e Vlorës? Cilët janë funksionarët e lartë gjatë këtyre viteve, të cilët janë bërë pis tek ajo hipotekë, duke i hequr pronën 94 familje të cilët e kanë përfituar me ligjin 7501, apo dhe ish pronarëve po duheshti, se ka dhe ish pronarë të tjerë aty, të cilët edhe sot e kësaj dite ndoshta nuk e kanë marrë atë si pronë, por ja kanë dhënë Artur Sheu. Këtë do duhet të bënte fillimisht SPAK-u. Pse them këtë unë Andi? Unë jam gjithmonë partizani i idesë, domethënë që grupet kriminale do duhet me patjetër domethënë që të luftohen aty ku janë në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, sepse ata sjellin para këtu dhe krijojnë domethënë një monstruozitet të interesave politike dhe ekonomike në vend, por gjithmonë unë kam qenë i qasës dhe idesë që kjo gjë nuk ndodh në rast se në mbështetje të këtyre nuk është politika. Dhe një politikan i korruptuar është 10 fish më i keq se sa 10 kriminal si Artur Sheu. Tani të ndalemi tek gjatësia e hetimit, tek fakti përse gjatë kësaj kohe që SPAK-u mund ketë pasur prova që kanë ardhur në 2022 nga SkyCC edhe për biznesmen të caktuar, përse nuk ka vendosur le të themi në lëvizje edhe institucione të tjera që ndoshta mund të pengonim pastrimin e parave të mëtejshme. Mund ta bëj këtë, i lejohet ta bëj? Gjë e parë fare për shembull, nuk po duhet domethënë që të merreshin me këta mafiozët e mëdhej, po pse s'e marrin hipotekën e Vlorës mirë, se ka një vendim të gjykatës së lartë i cili nuk është ekzekutuar. E dyta tani, me thënë kështu në këtë mënyrë si ku do e thua ti, ne vetëm mund bëjmë analizë dhe amendësime, sepse e para një që SPAK-u në rasti konkret është jashtë çdo afati ligjor, kjo është pak po e sigurt sepse 2 vite ka hetime. Nga 2021 do duhet që kjo çështje të kishte shkuar 2023 duhet të kishte shkuar në gjykatë. Fakti që s'ka shkuar në gjykatë do duhet merret me ata që e kanë pas dosjen. Altin Dumani, Elida Gaçkin. Pse nuk e kanë çuar këta dy zotërinj? Çfarë kanë bërë këta me këtë dosje? Dhe pse nuk e kanë nxjerrë në 2023 po e nxjerrën në 2026? U ka çuritur dikush në vesh? Është i jashtëm apo i brendshëm? Me shumë gjasa i jashtëm, sepse këta të brendshmit nuk kanë në interes domethënë që ta nxjerrin këtë dosje në Arubës. Atësh përse po del kjo histori tani
për më tepër domethënë kur janë birë kanë edhe protestat më të mira dhe më fuqishme që ka pas ndonjëherë ky vend. Sigurisht, shumë syre shton domethënë që këto janë të stisura, të futura nga agjentura të huaja. Këto mund të kenë 1001 arsye për t'i menduar në këtë lloj mënyre. Por ka vetëm një gjë që është pak po e sigurt, kanë mbështetje ndërkombëtare. Kjo mbështetje ndërkombëtare është ndërheshtje apo jo? Kjo duket qartasi se është e tillë dhe mu mendoj, kjo është prap analizë, që pikërisht kjo mbështetje ndërkombëtare e ka detyruar SPAK-un, në mos e ka urdhëruar SPAK-un që të vjetë në lëvizje pikërisht në këtë periudhë kohore, duke çuar në gjykat këto urdhra të arrestet nga Artur Sheu dhe gjithë grupet e tjera, të cilat teorikisht domethënë po tuam lidhje të gjithë pasuritë që kishin, mund të bënin një 2 a 3 kështu buxhete vjetore të Shqipërisë. Aq shumë para kanë pasur në dorë gjatë gjithë këtyre viteve këta personazhe. Sigurisht të thashë një herë, 8 tonë në muaj. E kuptoni 8 tonë në muaj nga Amerika Latine i sillnin në Europë? Janë shumë para në ardhë. Po mirë, sa urdhra janë ekzekutuar nga SPAK-u? Një u arrestua tek dosja fundit, një u dorëzua. Nga 11 urdhra arresti, kështu që 9 janë jashtë. Sepse ideja është Dështoj. Unë di që sot SPAK-u i ka dorëzuar policisë së shtetit. Sa janë arrestuar? Po të njëjtat person që janë në burg. Arrestohesh ti sepse janë në burg. Jo, janë jashtë. Janë jashtë Lima. Janë jashtë. Jo, e kupton tani inceneratorët, e kupton? Janë arrestuar po të njëjtat person të cilët janë në burg. Për Elbasan, Fierin, Tiranë. Kupton? Janë burg. Arrestohesh, janë burg, kalbesh në burg. Edhe këta 2 veta kanë kapur dhe ata të tjerët ku janë? Janë jashtë. Po njëri nga këta që nuk e di kush është më ky në Amerikë që ka azil politik. Artur Sheu. Si do ta ekstradojnë? Ekstradohet ky sepse nuk e di këtë. Ja, më thuaj tani ti. Jo, nuk e di. Unë jam jurist. Unë jam jurist. Jo, po s'ka. Mund të pyes, ekstradohet apo jo? Mendoj se po. Si? Sepse ne kemi një marrëveshje që ekstradim bëhet i menjëhershëm. E pengon azili politik? E koleg, diçka kemi bërë një marrëveshje, kemi në 2021 apo 2022? Ka marrëveshje ekstradimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po siguroj domethënë ka, po problemi që mund të qëndrojë aty është fakti domethënë që nëse Artur Sheu atje do kërkojë domethënë që të mos ekstradohet për XYZ arsye në Shqipëri dhe këtë mund ta lidhin më së shumti me përplasjen që ai ka pasur me bandën e Zanit Çavushit dikur, sepse pikërisht për këtë arsye në dijenin tim ai ka fituar edhe në shtetësinë, domethënë letra, dokumentacionin në Amerikë. Pra duke nisur këtë histori, jo se ka pasur, se ai ka pasur në 97-98 ai ka pasur një përplasje me grupin e Zanit Çavushit dhe kjo ka qenë një nga arsyet që ai është larguar nga Shqipëria në ato vite. Pra, teorikisht qëndron, praktikisht unë besoj ashtu si kundër kolegu që do jetë të vështirë që ai të vinë në Shqipëri dhe të jetë pjesë e një gjykimi në kohë. Kështu e thënë, rroft partia. Po çdo më thon rroft partia. Po e kupton tani kush është tani mashtrimi, procedon një person që dihet që e ke të pamundur proceduralisht ta marrësh në Shqipëri dhe ta hetosh, ta gjykosh këtu derisa doni statistika për rastin e kasetave. Proceduar, ti do të kesh nxirr fare këtë histori, po mos ta kish proceduar. Edhe një herë. Ata e procedojnë. Se shkojnë tek njerëzit, shkojnë edhe tek njerëzit që duhet procedojnë në kohë të vonuar, pra kohë që ka mbaruar koha. O kupton? Shkojnë të disa njerëz që s'kan lidhje fare me punën aty, i fusin një miks aty, edhe thënë që e bërëm aksion më të madh. Aksioni më i madh është nxirre emrin e personit që është përfshirë politikisht në Aruba. Regjia, nxirr pak ato fotot të takimit, të lutem. Ti shikojmë pak. Ta nxjerrim ne dhe tani të na ndihmoj syri se kemi edhe probleme me syrin, që të kuptojmë kush janë. Se kemi problem. Kur ne kemi problem, imagjino ata të SPAK-ut që janë të verbër. Tani. Na. Më thuaj tani ti kush janë këta? Se unë kam problem me syrin. Më i ke Bashkim Osmani, Artur Sheu, Adrian Rama, Ilipa, Sheu, Morina, Ismail. Pse i ka vendosur SPAK-u kështu me emra? Po nuk i shikoj, unë si njoh. I njihni ju të dashur qytetar. Prit. O Zhlima, këto fotot janë dhe me ngjyra nga procedimi. Janë dhe me ngjyra unë. Se kështu nuk e kam pra me ngjyra, po janë dhe me ngjyra po them nga procedimi. Dhe po ta shikosh atje është shkruar spanjisht, ilustracion. Pra djem tanë kanë shkuar në Spanjë, ne kanë lënë për shembull Anglinë, kanë shkuar në Spanjë. Tash ti,
Këtu beson ti që është filmuar dhe zyrtari i lartë janë filmuar, nëse kanë qenë një apo. Inshallah mos jetë ndonjë prokuror këtu, prandaj se kanë shfaqur. Mendon si është apo jo? Mendoj se është ndonjë prokuror, pastaj shkoi te zyrtari i lartë. Ka një prokuror? Besoj. Kush prokuror? S'e di. Prokurori Spaku. Ka shkuar për të bërë time. Po kam mundësi, jo, se s'kan qenë akoma të emëruar. Sekreti. Shiko vitin 2019. Po? Jo s'kan qenë dhjetor janë emëruar. Bravo. Në fund në dhjetor të 2019. Bravo. E pastaj është bërë formulimi i Spakut. E të dyshon që mund ketë pasur. Kush do jetoj ata të cilët janë të Spak? Kush do jetoj? Prandaj lind pyetja juridike. Kush do jetoj në rast se një prokuror që unë dyshoj ka lidhje me grupet kriminale? Kush jeton? Brenda për brenda mo. Po si ka mundësi, nuk ndodh. Tje, si tha kolegu, ato tjerë të kontrollonin këta të cilët i shkarkonin ose i ngarkonin, mirë, edhe shku nuk bën gjykatës. E ti më thua këtu që s'ka lidhje ndonjë prokuror që e ka mbar dosjen e ka zvarritur nga majtës djathtas? E ka zvarritur se është Zotri, pyetja juridike është kjo dhe politike. Kush do jetoj që unë dyshoj që këtu ka prokuror? I zakonshëm ose i posaçëm? Dyshoj. Kam të drejtën të dyshoj. Si kam të drejtë Spaku të dyshoj te mua, edhe unë kam të drejtën të dyshoj te Spaku. 2019 zotrit, këtu kishe një krizë politike. Djegje mandatesh dhe mos marrës pjesë në zgjedhjet lokale. Dhe kishe takime në vendet botës. Kolegu të thotë në muaj mos gaboj, kishe 20 tonë ose 8 tonë. Jo, 50 tonë dyshohet që janë s'ka rëndësi. Tani, nga 2019 këta muj për muj bika që kanë bërë namin. Mirë. Këta që kanë takuar me funksionar publik shqiptar. Edhe mua më lind të dyshoj që këtu zyrtar të lartë edhe nga sistemi drejtësisë. Kush e jeton? Këtë duhet të them, kush? Si do shkoj Spaku të jetoj veten e vet? Pra dështon reforma. Edhe njërë, që po më thua? Prandaj Spaku nuk është një institucion që duhet jetë në kuptimin i pa kontrollueshëm. Duhet të kontrollohet nga të tjerë. Prandaj është nevoja që reforma në drejtësi të rishikohet, që pastaj të shkojmë këtu. Edhe themi, po zotri, ka institucion tjetër që monitoron. Sepse, kur ty të leka Agjencia e Pastrimit të Parave, nuk i bën këtyre verifikim ashtu siç duhet. Dhe vika Spaku pas gjithsej kohë edhe thoshka që këta pas kanë bërë kërdin me lekët në Republikën e Shqipërisë kanë ndërtuar pa hesap. Pra, kush ka qenë drejtori i pastrimit të parave në Republikën e Shqipërisë, duhet futet bashkë me këta se është në formën e bashkëpunimit. Bankat nuk kanë sinjalizuar në formën e bashkëpunimit brenda, një nga një. Gjitha bankat, drejtorët e bankave, bëni gati merrin edhe një avokat. Të gjithë do të jenë grupi strukturar kriminal. Mos i bëj këto paralajmërime se dukesh si dikush tjetër kështu. Si kush? Jo këto që i thu bëu gati. Ecim. Po jo, e vërteta, kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta më zotëri. Këta duhet të bëhen gati sepse këta janë brenda këtij procedimit. Okej. Sepse ti, ai e funksionar i cili zbaton ligjin e bankës. Po, ti zotëri për këtë arsye je me ligj të posaçëm aty që duhet të ruash lekët. Banka mund të jetë kapital privat, zotëri, aksione. Por në fund fare, po të falimentoj një bankë ty, ne shteti shkojmë edhe, pra buxheti i shtetit garanton tek qytetarët pjesën e tyre që i takon. Ajo është si për mua, unë kam tek zinxhiri shtetëror. Më rrit tek zinxhiri shtetëror. Dhe uroj bankat të bëjnë reklame tani besoj, që mos futen edhe në kurbën e kësaj që mediat të kërkojnë hetimin. Është mohabet tjetër kjo. Prandaj them, këtu zinxhir total. Prokurori, hetusi, çfarë doni ju vendosni, polici, të gjithë bën pjesë e kësaj gjëje. Edhe ju kërkoni zyrtarin e lartë. Po këtu e gjithë ato zyrtari ke, edhe ke shkru tren, po t'ishte hetim. Prandaj quhet mashtrim. Nuk quhet hetim. Prandaj duhet të them qytetarëve, mos u mashtroni nga statistika nga 2019-a, 2026-a. Po imagjino tani çfarë bëjnë këta. Një hetim që ka nisur 2002-shin, e këta e përfundojnë 2035-ën. A kupton? Kështu janë këta. Që besojnë të Spaku. Kështu janë këta, thot Zhlima, ndërkohë janë sekuestruar tek dosja fundit 150 milion euro, ndërkohë tek llogaria e
Artur Sheut janë bllokuar në 128.4 milion euro, ndërkohë për dosjen e Artur Sheut dhe grupit tjetër, pra flasim për pjesën e Arubës, ende nuk është bërë vlerësimi në total i aseteve të sekuestruara dhe llogarive bankare. Nard, ka mundësi Spaku që të gjitha sekuestrimet që ka bërë të mundet t'i rezistoj deri në fund akuzët që kanë ngritur dhe t'i çojë drejt konfiskimit? Është e mundur? Sepse janë shumë para në lojë. Se di këtë gjë, Andi, teorikisht do duhet ishte kështu si ku të thua ti. Sepse çka kuptimi ka sekuestrimi nëse ti nuk arrin dot pastaj mbrapa domethënë të bësh konfiskimin e tyre. Fakti është domethënë që ka pasur shumë sekuestrime, por në fund jo dhe aq konfiskime. Këtu rëndësi ka konfiskimi, pra në momentin kur ti ja merr paranë dhe pastaj këtë para e bën për të tregtueshme për ose këtë pasurinë e palujshme bën për shtetin, për qytetarët shqiptar. Sekuestrimi është thjesht një lloj ngrirje momentale deri në momentin ku pastaj përfundon çështja penale. Par në mënyrën se si po trajtohet Aruba, pra kjo dosje, duket domethënë sikur Spaku e ka qepur mirë situatën dhe këta e kanë shumë të vështirë që të dalin pa u lagur nga kjo histori. Thënë këtë, ka dy gjëra, këtyre mundet të sekuestrohet pasuria, po me shumë gjasa mund mos bëjnë qoftë një ditë vetëm në burg. Sepse duke qenë se pjesa më e madhe e tyre nuk janë kapur akoma, pra janë arrest mungesë, diçka e tillë, pra vepra penale, për veprën penale masë të sigurimit vetëm në mungesë, atëherë gjaset janë domethënë që me shumë gjatë të mos ketë mundësi domethënë që ata të përballen me drejtsinë shqiptare në këtë vend. Uroj që të jetë e kundërta, uroj që unë të gabohem në këtë aspekt. Thënë këtë, mbetem gjithmonë partizani i idesë që Spaku do duhet të shtrijë gamën e vet të hetimit, jo thjesht tek ata të cilët nuk kanë le themi vestur politike, por pikërisht tek ata të cilët neve na ndikojnë çdo ditë te xhepi, mendja dhe atë çfarë ne konsumojmë si në jetën tonë publike. Dhe këtu e kam fjalën për politikanët. Spaku, për mendimin tim, është krijuar jo thjesht për bandat kriminale, por më së shumti për të luftuar korrupsionin. Për mendimin tim, akoma nuk po arrin në pikën ku të ketë një mesatare të pranueshme për mendimin tim. Sepse ti shkon dhe thua Erion Isaj, Afrim Qendro, e shumë të tjerë, të cilët sot i merr në përdorim të tyre, unë gajasem pastaj. Unë si avokat i fushës. Shqiptarët duhet të kuptojnë domethënë që këta po tallen në kuptimin e mirëfillt të fjalës me të tilla vepra penale, shpërdorim të tyre apo shkelje parazisë të tjera. Si shkeli tendra të Erion Isaj? Çfarë i vuri këmbën nga lart?